Kelly zbulon pas daljes se Rozana është tallur me partnerin e tij që e ka të sëmur me kancer. Ja çfarë tha? Kelly ishte një ndër banorët e Big Brother VIP Albania 4 që u eliminua së fundmi në primin e Big Brother VIP. Gjatë qëndrimit të tij në shtëpi, Kelly ndau me publikun historinë prekse të partneres së tij, e cila po përballet me një sëmundje të rëndë. Pas ndaljes nga spektakli, Kelly ka vazhduar të flasë për rrugtimin e tij, por ka bërë edhe deklarata të rënditse në një intervistë rreth Big Brother VIP. Ai zbuloi se me të dalë ka parë edhe videon kur Rozana Randi ishte tallur me partneren e tij të sëmur, teksa sipas Kellyt, Rozana i ka thënë shko merr një tuf flokësh te shtëpia. Kjo deklaratë ka shkaktuar reagime të forta publike, por edhe në rrjetet sociale, duke ngritur pikpyetje mbi sjelljen e banores brenda shtëpisë së Big Brother VIP, si dhe për një përkrahje nga produksioni, teksa Kelly u shpreh ndër të tjera. Në të vërtetë kam edhe disa fjalë për Rozana Radin. Nuk e kapa në shtëpi pasi nuk e dëgjova mirë, teksa nëse do ta dëgjoja më mirë, do kisha disa fjalë brenda, do ishte ajo e dala nga shtëpia dhe jo unë. Nuk mund t'i thuash kur e di historinë e gruas time që vuan nga kanceri e të më thuash mua shkoj e merr një tuf flokësh nga shtëpia jote. Më duket e pafalshme. E kam dëgjuar të thot diçka për flokët, por nuk e kam zgjatur pasi edhe ajo ishte në një moment të vështirë dhe mua më duket më shumë ulje me veten ti ngacmosh femrat në veçanti në këto momente. Por nëse do ta kisha dëgjuar që të gjithë fjalinë, nuk do ta kisha çuar deri në fund për të vendosur dinjitetin e femrës që unë dua në vend. Më ka prekur shumë pasi më kanë ardhur edhe qindra video për këtë çështje dhe ju garantoj se nuk do e kisha lënë me kaq. Është më keq të thuash këtë frazë që është e pafalshme se sa të kapësh për flokësh midis vajzave. Unë kështu e mendoj. U shpreh Kelly, i cili tha se do të ketë edhe një përballje me Rozanën jashtë, por sipas tij e mbylli duke thënë se beson që ajo të kërkojë falje për këtë gjest.